ditësh regjistrimin e seancës ku gjykatësit, dy shoqata gjykatësish, edhe ato me probleme ligjore të paregjistruara, të gjithsesi kërkuan nga gjykata kushtetuese që t'ju rris pagat. Tani po ta dëgjosh atë regjistrim të publikuar nga gjykata kushtetuese të seancës, realisht ndjehesh në vështirësi. Ndjehesh në vështirësi të madhe, duke menduar që këta janë njerëzit që gjykojnë dhe japin drejtësi, ndërkohë që filli i logjikës atyre që u ballafaquen me gjykatën kushtetuese lë tejet për të dëshiruar. Dhe këtu nuk është çështje personash. Dhe unë nuk kam asnjë qëllim dhe asnjë dëshirë të bëj asnjë polemik me askënd, por ja si flet njëri syresh për shembull. Unë jam gjyqtar karriere, thot, përveç sa jam qytetar aktiv në shoqëri dhe kuptoj nga politika, kuptoj nga jeta shoqërore, kuptoj nga të gjitha. Dhe vazhdon nga ana e kryeministrit dhe gjithë pjesës tjetër uanat e mua. Do me thonë uanat e mua, ideja që këta njerëz mund të përdorin pushtetin e tyre për të shkelur mbi qeverinë, mbi parlamentin, mbi dy pushtetet e tjera dhe për t'i rritur pagat vetes. Mendova këtë gjë, thot, që edhe ne të zgjuar jemi, të presim një moment përshtatshëm kur përgatishin zgjedhjet e tjera që ishin, dhe të paktën qeveria nuk do kishte kohë të merrej me ne apo me ju, dhe ndërkohë nuk i dihet se ditë rezultati i zgjedhjeve. Dhe kjo është motamo, është pareqitur në fillim të marsit, e kam bërë kërkesën vetë personalisht, thot ky zotëria, e kam sjellë dhe shpresoja që të dilte shumë shpejt kërkesa, që të mos kishte kohë që të merrej të paktën pjesë në presionit. Do me thënë, ky i thot gjykatës që thash ta bëjmë kështu tinës këtë punë, pa e pasur mendjen tjerët, edhe qeveria kishte zgjedhjet se kishte mendjen ke ne, dhe me këtë rast ti merrnim buxhetit shtetit, ti merrnim shqiptarëve nga taksas 37 milion euro. Aq është shuma. 37 milion euro të tjera. Sepse gjyqi është gjyq, thot, në fundit, dhe ne nuk duam interesin ton, thot. Gjyqtari sot është, nesër nuk është, kur vjen puna jonë, fakt gjyqtari është dhe është. Se nëse të tjerët janë dhe s'janë, ne që votohemi për shembull, apo të tjerët që janë në shumë punë të tjera ku duhet performojnë për ditë, ku japin llogari, ku kanë të tjerë mbi kokë etj. Gjykatësit në një farë mënyrë janë vetë zot dhe vetë shkop, kështu siç po tregojnë këto kohë. Jemi koshient, thot, në lidhje me forcën e pushtetit ekzekutiv, niveli i demokracisë dhe të gjitha arsyet që janë të vend për çfarë koshiencë për nivelin e demokracisë, ka fjalën për shembull gjykatësi që bën edhe ironi me nivelin e demokracisë, në ndërkohë që për të pasur një ide të qartë lidhur me si është situata e pagave në Shqipëri, dua që ta dinë të gjithë se e vërteta është që në Shqipëri pagat e gjykatëve sot, siç janë një sekond, pagat e gjykatëve sot siç janë
të njëjta me pagat e gjykatësve në Greqi, në një vend të Bashkimit Evropian. Dhe ndërkohë janë 2 fish më të larta sot siç janë sesa pagat e gjykatësve në Maqedoni dhe në Malin e Zi. Në ndërkohë, një tjetër thot na vini një vlerë fikse, thot, se si mund t'i lihet, thot, ekzekutivit apo legislativit sa herë t'u teket për t'i arritur. Pra duhet një sistem reference. Pra, si mund t'i lihet parlamentit, si mund t'i lihet qeverisë, kur ne kemi në dorë çekiçin dhe i bijem si t'na teket ne, kur ne kemi dhe gurin dhe arën në dorë, thot ky gjykatësi. Dhe thot sistemi referencës më i mirë, thot, është ai që pasqyron ndryshimet reale, thot, dhe rritjen e çmimeve, thot, siç u zgjodh në 2016. Do me thënë, në 2016, kur ne zgjodhëm një sistem reference, i cili ishte i bazuar në qëllimin e mirë dhe të madh që gjykatësve t'u jepnim paga më të larta se të tjerët për të mbështetur pavarësinë e shpallur me reformën të tyre, dhe në këtë mënyrë i ngritëm mbi presidentin e Republikës, mbi deputetët, mbi të gjithë të tjerët, për t'ju dhënë një sinjal shumë të fortë të vullnetit për të pasur jo vetëm një drejtësi të pavarur, por dhe gjykatës që të ndjehen shumë të respektuar dhe shumë të mbështetur, duke marrë paga super, ky thot ta bëjmë tani, thot, për gjithmonë. Do me thënë, Shqipëria të mbetet i vetmi vend përjetësisht ku gjykatësit marrin paga më të larta se gjithë tjerët, pra mbi presidentin e Republikës. Dhe çfarë kërkojnë konkretisht gjykatësit është faktikisht rreth 1800 euro rritje, jo pagë, rritje për gjyqtarin e shkallës parë, rreth 2000 euro rritje për gjyqtarin e apelit, dhe rreth 3000 euro rritje për gjykatësit e SPAK-ut, plus BKH-ja, SPAK-u etj. E duhet të në faktu që SPAK-u nuk i është bashkuar kësaj iniciative absurde, dhe kjo i bën respekt, natyrisht. Këtu jemi. Do me thënë, jemi në një situatë kur gjykatësit duhen të imponohen mbi parlamentin, mbi qeverinë, mbi 2 pushtetet e tjera, dhe duhen të marrin rroga sipas mendimit të tyre. Ndërkohë që, dhe e fundit do ta mbyll këtu, thot një tjetër, thot po pse thot nuk jetë parasysh që faktikisht ne thot bëjmë dhe lek. Do me thënë, ne thot fitojmë si sjellim buxhetit shtetit para. Dhe me që sjellim buxhetit shtetit para, thot nga ato para të na rritet paga. Kjo është një tjetër çudi shumë e madhe i rastit, thot se ne thot kërkojmë disa të ardhurve, por ne prodhojmë të ardhurve, thot. Dhe çfarë për të treguar, thot, që kjo diferenca 37 milion, pra e thot dhe vetë që do 37 milion plus nga pagat, nga taksat, thot, kjo thot mbulohet vetëm nga ajo çfarë i kthejmë ne buxhetit shtetit. Pra nuk është ndonjë dëm, thot, se kjo thot është thot
një parashikim të 10% të ardhurave, po të përdoreshin gjithat që vinë nga paditë. Pastaj thot janë vlera të konsiderueshme. Do me thënë, sipas këtij zotërisë gjykatës që ka këtë mënyrë arsyetimi, edhe tatimorët që i sjellin shumë të ardhura buxhetit, pse mos i kenë pagat shumë më të larta se të tjerët. Po edhe policia, pse mos i marri gjithë gjobat për vete? Po mirë më zotëri, po mësuesit që nuk i sjellin të ardhurat të tjera kështu të drejt për drejta, si që llogarit zotrote buxhetit, si bëhet? Po pensionistët, si bëhet? 37 milion euro i doni ju për t'i çuar pagat në stratosferë dhe për t'i bërë pagat shumë herë më të larta se në Greqi e se në shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që këtu ka plot njerëz tjerë që kontribojnë, që nuk prodhojnë kështu të ardhurat drejt për drejta nga gjoba dhe nga konfiskime, por që prodhojnë të tjera gjëra në të mirë të shoqërisë. Ata si do rritin pagat atyre? Unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese mos t'i lërë këtë njollë të madhe turp i Shqipërisë dhe mos na detyroj të kërkojmë ilaçe të tjera. Këto kisha unë për sot. Edhe kush është interesuar le të marrë atë regjistrimin asaj seance dhe të shohë se çfarë bëhet, dhe do kuptoj shumë mirë se sa absurde është e gjithë kjo histori, me gjykatësit që duan t'i rrisin vetes pagat.